Përshëndetje shikues të Kosova Press. A është e mbyllur për PDK-n çështja e zgjedhjes së presidentit? Pse u refuzua oferta e lëvizjes vetëvendosje për postin e kryeparlamentarit? A mund të gjendet një zgjidhje në momentin e fundit për zgjedhjen e presidentit në formë konsensuale? A janë zgjedhjet e reja zgjidhje? Për këto dhe shumë çka tjetër do të diskutojmë me deputetin e Partisë Demokratike, zotrin Xhavet Haliti. Zotri Haliti, faleminderit që në intervistë me ne sot. Faleminderit për ftesën. Apo dështon kuvendi ta zgjedh presidentin? Tani kuvendi nuk dështon, por kuvendi ka nevojë për me i rregullu disa çështje që kanë bënë me funksionimin për situatat të veçanta, veçanërisht situatat në fund, kur shpallet zgjedhja. Po ta lojmë këtë me qenë se po pyeshni a dështoj për parlamentin. Kanë dështu deri tash partitë politike. Kanë dështu kryesisht kanë dështu vetëvendosje. Kush është fajtori kryesor sipas jush? Fajtori kryesor është mosbesimi mas pari në njëri tjetër. Dhe e dyta është çështja e mosbesimit që ka Albin Kurti ndaj të gjithëve. Kam përshtypje që ka fobi ndaj të tjerëve dhe nuk i beson marrëveshjeve, nuk i beson fjalës darim. Ne kemi bërë takime, respektivisht kryetari i partisë, ka bërë takime të njëpastishme me Albin Kurti, zyrtarisht dhe jo zyrtarisht, ashtu edhe të tjerët, Abdi Gjiku dhe i ka shku në emër të LDK-s, kanë biseduar dhe si përfundim ofertat kanë qenë të papëlqyeshme nga kryetarët e partive që kanë shkuar në takime dhe pastaj në raportimet që janë bërë në grupe parlamentare edhe në parti kanë marrë mbështetje në qëndrimin e tyre, sepse qëndrimi i tyre ka qenë ai që është marrë paraprakisht për parti, po besoj, por po them për qëndrimin e fundit Partisë Demokratike të Kosovës, ne kemi diskutuar çfarë qëndrimi. Para se diskutojmë për qëndrimin e Këshillit Drejtues të PDK-s dhe ofertat që ju adresuan së fundi. Po flas përpara Këshillit Drejtues, Se s'pati konsensus ndërmjet partive deputet për një figurë konsensuale sipas jush? Kjo është problemi që unë mendoj që asnjë parti nuk ka qenë e gatshme me kriju, me ideu ose me mbështet një figurë që nuk është e lidhur me partinë e vet. Ta s'po them figurativisht. Por ka pas kandidatura, po besoj që kandidaturat zgjedhen, po s'ka pas diskutime me pozitivitet në tavolinë të përbashkë nga të gjithë, për të diskutuar figurat e caktuara. Tani, në qoftë se diskutohen vetëm numra, a mi lënë deputetët në sallë për me zgjedhë dikën, atëherë kjo është një problem në veti. Problemi i dytë është por mosbesimi që është pakten që unë e shoh, është që nëse kryetari i vjen nga një parti e caktuar që është në përplasje vazhdueshme me VV-n, atëherë mundet që presidenti i zgjedhur nëse zbaton linjat e partisë vet, atëherë mundet me kriju probleme partisë në pushtet. Në këtë linjë ne ka insistimin e lëvizjes vetëvendosje për postin e presidentit. Deri tash ka bërë akrobacione për mos me pas një emër të opozitës. Ai ka kërkuar nga ne 2 emra. Me çfarë LDK-s
ja ka pa mundësu. Ka thonë që nuk të jep vendin e presidentit, po të jep vendin e kryetarit parlamentit dhe një zëvendësministë, ose vendin e kryetarit parlamentit në men, ose vendin e një zëvendësministri dhe 4 ministrive. Është një ofertë që e bën për një koalicion të mundshëm dhe U konsideruar gjeneroze nga ana ti? shiko, tash varet edhe nga ajo se cila është forca e LDK-s në këtë raport dhe a ka profit në këtë çështje. Po, dëshira për të pas për presidentin, që të gjitha partitë pa përjashtim, mendoj që është legjitime, por besimi, kam përshtypje që besimi po mungon për shkak të disa kompetencave që ka presidenti veçanërisht në çështjen e shpalljes së zgjedhjeve, dekretimit të tyre dhe në përndarjen e parlamentit. Tani mendoj që do duhej me pas figurë vërtet që kushtetutshmërisht i përmbahet rregullave të përcaktuara me kushtetutë. Dhe kjo është e tëra. Pse zotri Hamza deputet nuk u takua me zotrin Kurti pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese? U prit një ftesë zyrtare nga ana tjetër, zotri Kurti tha që i ka shkruar SMS 2 herë zotrit Hamza. Është takuar mbas ftesës, por herën e fundit, në fazën e dytë të takimeve ose tretë. Pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në këtë afatin 34 ditësh e ka fjalën. Me qenë se Albini ka kërku herën e parë që ne ta kemi kandidatin ton dhe o japim edhe atë numrin shtesë, do të thonë, janë edhe 8 nënshkrime që duhet sipas kushtetutës me i dorëzu në kuvend, ne normalisht që nuk ishim dakord këtë variant, për arsye se ne e dim që nuk mundet me u zgjedh kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës nëse vetëvendosja nuk e voton. Është kryesisht normale që kënd do ta futesh në listë, do të ishte i djegur. Varianti i dytë që ka propozuar zoti Hamza është me pas 2 kandidat nga Partia Demokratike, por mos me pas kandidat tjerë dhe me pas marrëveshjen që me u votu nga VV-ja këta 2 kandidat. Pse nuk u bë publike emrat e tyre? Sepse nuk pranoj formulën. E çfarë tipare do të duhet të ishin këta 2 kandidat? Hapi i parë duhet formula. E pranoj që me pas 2 kandidat për DK-ja. Hapi i dytë duhet normalisht da jemi një. Do të ishim me libres partijake apo nga çështje e tjera? Po besoj që edhe ne nuk jemi as pa përgjeshëm sa të alëshojmë me parashut kandidaturat në momentin që fillon votimi. Duhet me diskutu, duhet me qenë pranueshëm edhe për VV-n në një mënyrë, ose me qenë pranueshëm për kryetarin e VV-s dhe të tjerë, me mujtë edhe për gjithë ata që janë në parlament. Pra, kështu do të duhej me qenë edhe tryeza me të gjitha partitë, në qoftë se e organizon në herë, ose organizohet nga një autoritet, do të thoja tani nuk ka në një autoritet, po besoj që mundet me ullë, mundet ambasada e Shtetit Bashkuar. Është të mundshme përfshirjen e tyre? Jo, nuk është përfshirë, por mundet me i thirrë në një konsultim të gjithë bashkë, edhe me ju bën në një farë mënyrë presion për shkak se duhet me u zgjedh presidenti. E shënit domosdoshme një të tillë? Jo, unë nuk e shoh domosdoshme, por edhe ata kanë bërë një qëndrim vërtet parimor që ju duhet mësoni me i zgjedhë që është të juve vetë. Po, megjithatë deputet ditët e kaluara pati një ofertë tjetër karshi Partisë Demokratike të Kosovës. Ishte e parësyeshme posti i kryeparlamentarit nga ana e LVV-s që propozua në këmbim të zgjedhjes së presidentit nga ana e tyre, nga zgjedhja e presidentit të Glaukonjusës.
Jo, nuk e di që ka pas në një... U tha që është propozu që PDK-s t'i takoj kryeparlamentarit, bëhet kjo rokada në kryesi. Postin e kryetarit t'i takoj lëvizjeve vendosje, kurse posti i kryeparlamentarit PDK-s. Jo, nuk ka qenë e pranueshme për ne. Është një çështje që ne me kryetarin e parlamentit e kemi zgjedhur. Në qoftë se dëshirojmë të diskutojmë për një koalicion të mundshëm mes PDK-s dhe VV-s, atëherë duhet me diskutu një proces që zgjat në 4-5 ditë me organet e VV-s, me PDK-s dhe cilat diskutojnë dhe marrin vendime. Nuk ka asnjë shans me bisedu. Si e sheti një koalicion të mundshëm sepse për shembull Albini e di nashta muret me kalu, por ne kemi një parti që duhet me i kalu çështjet në organe. Është më shumë të ardhmen të afërt një koalicion? Nuk shoh kur gjë të pamundshme. Gjithçka është e mundshme në politikë dhe gjithçka mund të funksionojë nëse ka vullnet. Dhe nëse interesat e të dyja palëve puqen, dhe nëse programi, programi edhe ai elektoral edhe ai në të thoja manere kemi zonat themi nacional, po të interesave të vendit funksionan dhe jemi të gjithë të përkushtuar që të zbatojmë dhe të miratojmë dhe të punojmë për ta realizu, atëherë funksionon gjithçka në rregull. Po, rishtas deputet e patën mbledhjen e Këshillit Drejtues të PDK-s, është çështje e mbyllur për PDK-n tashmë çështja e presidentit, edhe pse ka mbetur disa ditë afat kushtetues. Shiko, ne kemi deklaruar që është e mbyllur, por është e mbyllur sepse që ka përmbajt kërkesës së PDK-s Albini, respektivisht VV-ja. Por unë besoj që na nuk jemi në luftë, kemi gjene luftë mes veti, kemi mos pajtime, dhe nëse përmbushen kërkesat e PDK-s dhe Albini është i gatshëm me bisedu konkretisht për lidhur me qëndrimet që i ka PDK-ja, unë besoj që po flas pa bisedu askund, por besoj që nuk do të kishte pengesa për të taku prapë në djarzim. Atje po e shihni atje mes me bëhet luftë dhe po takohen, besoj edhe s'ka nevojë me shku në Islamabad na me bisedu, po bisedojmë në Prishtinë. Ekzistojnë edhe 4 ditë afat kushtetues deputet për zgjedhjen e presidentit, po përflitet të paktën një skenar nga ana e lëvizjes vendosje që të marrë të nashme të tërhiqet kandidatura e zotrit Konjuca, të propozohet një figurë më konsensuale nga qarqe akademike. Do të ishte pranueshme kjo për PDK-n dhe cilë do të ishte pozicioni PDK-s në këtë rast? Tani unë nuk i di këtu, na kem pas diskutime dhe deklarime të ndryshme sa e përket kandidaturës. Në qoftë se një kandidaturë është e pranueshme për PDK-n, neve do të jemi aty. Në qoftë se nuk është, prapë qëndrimin do ta kemi publik. Çfarë tipare do t'i ketë ky kandidat i pranueshëm për PDK-n në aspekt konsensual? Tani na kemi një qëndrim, nuk mund të them çfarë do t'i ketë për mua personalisht. Por mendoj që do duhet me qenë një figurë garantuese që zbaton kushtetutën dhe nuk zbaton urdhën. Po ekziston rreziku i zgjedhjeve të reja, deputet, çfarë zgjidhje ose çka mund të sjellin këto zgjedhje të reja në këtë krizë të re, apo hyn Kosova në një cikël të ri të krizave zgjedhore, duke mos e zgjedhur presidentin as pas zgjedhjeve të reja? Tani kjo është politikë, në politikë ndodhin edhe këto gjëra, nuk jemi të parë që na ndodhin, por realisht nuk jemi të nivelit çfarë ju ka ndodhur të tjerë, për shembull. Italia dikur, Belgjika, vendet e Bashkimit Evropian, cilat kanë pas gjithmonë një administratë fuqishme, kanë pas edhe financiarisht kanë qenë
shumë ma mirë se ne për të organizuar zgjedhjet. Pra kanë zgjedh, kanë pas zgjedhje çdo 2-3 muaj, në Itali çdo 6 muaj ka pas. Belgjik një vjet e sa ka funksionu vendi pa qeveri, por ka pas një administratë, ka një mbret që i ka dhaj kompetencat e veta dhe ka funksionu shtetin. Rastin e Kosovës? Shumë herë thëshin Belgjit ma mirë po funksionon pa qeveri se me qeveri. E në rastin e Kosovës ka qenë e kundërta, se ka funksionu qeveria pa parlament, dhe kjo është e papranueshme. E papranueshme është. Kur t'ja tha sërish e përsëritë këtë? Është një ditë me funksionu qeveria pa parlament në demokraci. Edhe mos me pas demokraci, edhe në vendet ku ka pas diktatura, edhe në përgjith kushte lufte ka pas të vendosën dhe të përqendruara institucionet edhe në ato strehimorët e luftës që themi kanë qenë të parapame me funksionu institucionet, sepse qeveria nuk mund të marrë vendime edhe në kushte lufta, kushte paqe pa parlament. Megjithatë ekziston ligji ku theksohet se qeveria mund të jetë në detyrë nëse shpërndahet ku vendi dhe është ligj i gabueshëm, Kur ka zgjedhje, një qeveri që është aktualisht, tana herët mund me abuzu. Mund me abuzu me financat, mund me abuzu me mjetet e transportit, me mjetet e informimit, me mundësit që ka për të shfaq e për ta keq përdorur administratën. Zakonisht, kur ka zgjedhje të jashtëzakonshme, kur ka zgjedhje edhe të rregullta, qeveria i jep disa funksione opozitës brenda institucionit ose e bëjnë një qeveri teknike për organizimin e zgjedhjeve, me qëllim që të mos e akuzojnë qeverinë paraprapë. Po flasim me në rastin konkret, zotëria Lidi, çka mund të sjellin zgjedhjet e reja? Zgjedhjet e reja, unë nuk kam pas sondazhe, nuk e besoj që do të ndryshoj shumë, por mendohet që partia vetë vendosje do të ketë rënje të madhe. Mund të zgjedhet presidenti pas zgjedhjeve të reja, duke marrë parasysh Kjo është një problem krejt tjetër tash që po thoni. Ekziston mundësia nëse vazhdojmë kështu me pas edhe një pas zgjedhje të reja. Sepse nëse s'mundet me u zgjedh presidenti, prap ka zgjedhje tjera. Problemi për mua është që do të duhej vërtet me pas një institucion që diskuton dhe trajton pa anshmërisht dhe pa interesa politike që është në ligjit jo ligjit të zgjedhjeve, po të kushtetutës që i përket nivelit 85 për zgjedhjen e presidentit e para. Dhe dyta kemi është tentativa edhe rregullorja e kuvendit e cila ka vendos disa çështje për me ndryshu dhe për me lehtësu procedurën për zgjedhjen e presidentit, por vendimet e gjykatës kushtetuese kanë qenë të tilla që presidenti, nëse nuk janë të drejt në parlament, nuk mund të zgjidhet. Realisht, kushtetuta është e tillë që nuk krijon bllokada. Sa janë konsultu gjykata kushtetuese, sa janë konsultu specialistët e partive, sa janë konsultu partitë, sa diskutojnë këtë çështje, unë nuk mund ta them sot. Por me sa kuptoj unë, që jam profesionist e konstitucionalist pasqut, dhe sa mund të them nga ajo që kam lexuar për këtë çështje, kushtetuta nuk krijon bllokada. Po thoni deputet që vendi po rrezikon një cikël të ri, pra këtë krizave dhe zgjedhjeve të njëpasnjëshme nëse këtë radhë nuk zgjedhet presidenti. Çfarë garancë ka që presidenti të zgjedhet pas zgjedhjeve të qershorit? Nuk ka garancë. Kur ka garancë? Varet nga votat. Në qoftë se nuk është zgjedhur tani, kërkesat kanë me qenë të njëjta dhe pas këtyre zgjedhjeve nga partitë opozitare, po besoj cilat do qofshin ato, dhe nëse nuk
realizohen, prap duhet me shku në zgjedhje. Qartë. Do vërtet po flasim pak ka një lloj fjalësh për këto zgjedhjet e reja. Ka akuza kundër akuza ndërmjet edhe pushtetit të partive opozitare se kush po e dërgon veten në zgjedhje. Sipas jush, për çfarë arsye kush po e dërgon veten në zgjedhje? Mungesa e kompromisit nga cila anë? Ja, vendin në zgjedhje po e çon Albin Kurtin, po e çon opozita, s'mund me që opozita në qoftë se ai është bashkëpunues me opozitën. Ai duhet me bolshim. Është normal. Po i përmend ofertat që i bërin Karshi Juve edhe Në me po oferta, ai duhet me ullë me bisedu në tavolinë bashkë 3, 4 parti, 5 parti, sa janë grupe parlamentare, me përfaqësu shtynë dhe me diskutu. Këtë, gjithçka në këtë botë, bëhet përmes diskutimit. Edhe vendimet e mëdha merren duke diskutu. Edhe përmes zgjedhjes një president Kosovë, në këto rrethona, mundet me u zgjedh president, nëse bisedojmë, nëse mirë me i vesh, nëse nënshkruajmë një marrëveshje. Pse jo? Sepse unë po besoj që një president i cili mund të konsiderohet i pabesë dhe e trahton njënën palë, duke i kriju favore palës tjetër, nuk do duhet me arë shprehje. Po një president i cili është kush do qoftë, është i gatshëm që ta zbatoj dhe të respektoj kushtetutën dhe palët, të qëndrojnë mbi palët për interesat vendit, atëherë po besoj që s'ka nevojë askush më friguar nga ai. Po, megjithatë, deputet, përveç presidentit Satifeta Jahja, me sa kujtoj, çdo kohë presidentët kanë qenë partijak, nga vija partijake. Po thuaj që gjithë kanë qenë kryetar partije. Kështu ka qenë. E pse tash nuk po shprehet e pëlqyeshme për një president që propozohet nga partitë? Koalicionet janë bërë të tilla. Për shembull, kur është zgjedhur Gova, ne kemi pas kundër kandidat. Toni. Kur është zgjedhur Fatmir Sejdiu, nuk e di si kemi pas kundër kandidat ajo. Është zgjedhur përmes marrëveshje politike me PDK. Gjitha janë bërë marrëveshje politike, gjitha janë bërë në kuadër të koalicioneve që kanë qenë, qeverisë. Tani, Albini ose VB-ja nuk është në koalicion me ndaj parti të mëdha, që ja garanton shumicën absolute. Dhe për këtë arsye është kriju edhe për shkak të qëndrimeve që ka pas gjykata kushtetuese lidhur me kuorumin në parlament, kur zgjedhet cili është kuorumi që e diskutueshëm në vend, tani ai se ka shumicën. Se ka shumicën absolute, ai duhet me hinë koalicion me dikën. Provoj të është me DDK, por u refuzu. Po s'murët kur e provoj me hinë koalicion. A pat programa ullën, nuk mundet me bo koalicion me SMS. Është një proces që ullën me eksperta, kush çfarë detyra është merë, kush çfarë përgjegjësi është merë, kush si ndohen ato. Nuk disi Albini i fton palët, po i quaj palë, sikur me i thu me ato triria para gjykatës ose para policisë. Hajde flasim unë ti, tash bisedojmë çfarë po bëj. Për këtë arsye e refuzoj, nuk shkoj në takim zotri Hamza, apo jo, nuk pati edhe ftesë zyrtare. Unë e kam pa komunikimin, apo den me se na ka tregu Bedriu komunikimin me SMS. Nuk më ka pëlqyer mënyra se si i fton kolegë ose apo i quaj homolog, po qoftë edhe po i quajmë kundërshtar politik. Po të i thirr, të gjithë jemi ti. A mund ta tregosh ndonjë detaj në këtë drejtim? Pra cili është shkëmbimi? Gjobre e thirr me takim, i thot jam i gatshëm me u taku me juve në zyrën ku janë taku ata, me datën kaq e hënë, me datën kaq e martë, kaq ora, me datën kaq tetën, kaq ora, edhe zgjedhë merë ti kur po don me orë.
Edhe, okej, ka Si ishte propozu kjo oferta për kryeparlamentarin? Çka ishte, si ishte drejtuar zotit Hamza? nuk e kam parë, nuk i di detaje se kom pyet drejt të thonë vendrim për kryeparlamentarin, por ka qenë publike, nuk. Po, në kontekstet të relacionit dhe komunikimit përmes WhatsApp-it e fjalën. Nuk e kam parë. Po. Zotri Aliti, po flasim në fund edhe për në mbledhjen e Këshillit Drejtues të PDK-s, mes tjerash u fol edhe për organizimin e zgjedhjeve të reja brenda partijake. Si ishte disponimi në këtë kontekst dhe kur mund të mbahen zgjedhjet e mbrojtshme, do t'i preki vetëm degët apo edhe kryetarin e partisë? Shiko, zgjedhjet, kur të mbahen zgjedhjet e mbrojtshme, mbahen për krejt. Edhe për degët, edhe për kryetarin, edhe për kryesinë, edhe për Këshillin Drejtues. Por të gjitha partitë, dikush ka marrë, dikush s'ka marrë të niveleve të përgjithshme, por kanë marrë sa për me Përbush kushtin e KQZ-s në aspektin demokratizimit. Kushtin e KQZ-s. Koha është me i marrë zgjedhjet, por në kushtet në cilat neve po përplasemi me zgjedhjet e përgjithshme. Më thënë, këto 2 vjetë që dashtë me mbajt zgjedhjet, nuk kemi mujt me mbajt zgjedhjet, sepse ato të marrin kohë për të zgjedhur në gjitha nivelet e para. E dyta, ti nuk e din se kush vjen tani, kush bëhet kryetar, kush bëhet antar kryesi, kush bëhet kush është Këshilli Drejtues. Dhe e lihet hapësinë ne për mos u përgatitur për zgjedhjet. Si ishte disponimi në Këshill sa i përket nivelit kryetarit? Ka vullnet për kandidatura të reja përveç zotrit Hamza? Po nuk ka biseduar për kandidatura për kryetar. Ato janë obligim obligim statutar që kur të kryen zgjedhjet në të gjitha nivelet, mohat zgjedhjet për Këshillin Drejtues edhe për kryetarin. Po zgjedhjet e reja më së largu pritet të mbahen zgjedhjet në nivel nacional, e kanë fjalën me 7 qershor, do të provohet sërish me zotrin Hamza kandidat për kryeministër. E di, aty varet se si mas pari varet atë dëshon zoti Hamza me qenë kandidat. Dhe varet tani nga diskutimet që janë edhe në kryesi të partisë edhe në Këshillin Drejtues. Nëse ka ma shumë kandidatura që paraqitet, normalisht që duhet të votohet. Sipas jush si duhet kush duhet të jetë kandidat për kryeministër nga PDK-ja në këto zgjedhje? Nuk kisha me folë sot unë, sepse akoma nuk janë shpallë zgjedhjet mas pari. Edhe nuk dëshoj që të flas për këtë çështje, sepse është një problem që i takon partisë më vonë. Dhe debatit më rëndshëm partinë, pastaj dalin publik. Zotri Aliti, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për jush. Shikues të Kosova Press, kaq kishim për intervistën e sotme. Shihemi në intervistën e radhës.